Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar dërgimin e emisarit të tij të posaçëm Steve Witkoff në Moskë për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin në kuadër të përpjekjeve për finalizimin e një marrëveshje e paqe mbi konfliktin në Ukrainë. Lëvizja vjen pas një dite intensive diplomacie me bisedime paralele në lindjen e mesme dhe Europën që sipas Washingtonit po ecojnë drejt progresit të prekshëm. Në një deklaratë në rrjetet sociale, Trump bëri të ditur se plani amerikan i paqes i përbërë nga 28 pika është përmirësuar përmes kontributeve nga të dyja palët të ndërluftuese. Megjithatë, mbeten ende disa pika të ndjeshme që po shërtohen. Me shpresën për finalizimin e këtij plani, kemi udhëzuar të dërguarin tim të posaçëm të takohet me presidentin Putin në Moskë, shkroi ai duke shtuar se sekretari i ushtrisë Dan Driscoll po zhvillon një paralel bisedime me palën ukrainase. Sipas një zëdhënësi të ushtrisë amerikane, Driscoll është takuar në Abu Dhabi me një delegacion rus për të reduktuar hendekun mes palëve mbi propozimin e paqes. Delegacioni i Ukrainës ka udhëtuar po ashtu në Emiratet e Bashkuara për bisedimet e reja me zyrtarët amerikan, raportojnë CBC News dhe Financial Times. Nga ana tjetër, Kremlini konfirmoi se Witkoff pritet të mërrijë në Moskë javën e ardhshme në një vizitë që synon të avancojë negociatat. Këshilltari i presidentit Putin, Yuri Ushakov, tha se ekziston një marrëveshje paraprake në këtë takim. Në përfundim të këtij mesazhi, Trump u shpreh se ishte i gatshëm të takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe atë rus Vladimir Putin, po vetëm nëse marrëveshja do të jetë pothuajse e finalizuar dhe të garantojë fundin e konfliktit më të përgjakshëm në Europë që prej luftës së dytë botërore.